Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që e karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. 120 deputetët e legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës janë betuar sot. Betimi i deputetëve i hapi rrugët pastaj votimit të kryeparlamentarit të Kuvendit të Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje, si parti fituese në zgjedhjet e nënshkurtit, propozoi deputeten Albulena Haxhiu për pozitën e të parës së Kuvendit, por deputetja Haxhiu nuk arriti të marrë besimin e plotë të deputetëve për postin e kryeparlamentares në 2 tentime radhazi, ndërkohë seanca u shty për të hënën në orën 15. 120 deputetët e legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës janë betuar sot. Kjo u arrit në tentimin e tretë për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Betimi i deputetëve i hapi rrugë pastaj votimit të kryeparlamentarit të Kuvendit të Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje, si parti fituese në zgjedhjet të nënshkurtit, propozoi deputeten Albulena Haxhiu për pozitën e të parës së Kuvendit. Në votimin e zhvilluar gjatë seancës konstituive të Kuvendit, Haxhiu mori 57 vota për, 19 kundër dhe 3 abstenime, që nuk i siguroi asaj shumicën e nevojshme për të marrë drejtimin e institucionit. Pastaj nën kryetari i lëvizjes Vetëvendosje dhe ish kryetari i Kuvendit Glau Konjufca, edhe një herë përsëriti nominimin në emër të partisë fituese, duke bërë thirrje për mbështetje nga deputetët. Propozimi i lëvizjes Vetëvendosje që deputetja Albulena Haxhiu të merrte postin e të parës në Kuvendin e Kosovës nuk mori pëlqimin e shumicës. Pas 2 tentimeve për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari vendosi që seanca të shtyhet pas 48 orësh, saktësisht të hënën në orën 15. Besimtarët katolik sot po festojnë Pashkët. Mesha solemne është mbajtur në famullinë e Shën Pjetrit e Palit në Gjakov, ku qindra besimtarë uruan njëri tjetrin për mirësitë që sjellin Pashkët. Besimtarët katolik në gjithë botën sot festojnë Pashkët. Kjo fest shënon kremtimin më të madh në kalendarin liturgjik që kremton ringjalljen e Jezusit sipas beslidhjes së re 3 ditë pas vdekjes së tij në kryq. Për nder të kësaj feste, sot në Kosovë mbahen një varg aktivitetesh, ndërsa edhe krerët shtetëror të vendeve të ndryshme kanë uruar për dashuri dhe solidaritet mes njerëzve. Besimtarë të shumt u mblodhen sot edhe në famullinë e Shën Pjetrit e Palit në Gjakov, për të uruar njëri tjetrin për bekimet e kësaj feste të shenjtë. Nga meshtarët që udhëhoqën meshën u përcollën mesazhe urimi për më shumë dashuri, besim dhe mirëkuptim mes familjeve besimtare. Dëshiroj që në emër të bashkësisë familjetare, pritenve, motrave e gjithë bashkëpunëtorëve, që uroj festën më të madhe të krishtërimit, festën e Pashkët, për shumot e me shnet Pashkët. Vllazën e motra, festa e Pashkëve është zemra e fesë krishtere. Festa e Pashkëve nuk është vetëm kulmi i vitit liturgjik, por mbi të gjitha është kulmi i shpresës sot, sepse Pashkët janë festa e shpresës, festa e shpresës e çdo njeriu. Në fakt, ringjallja e Krishtit është ngjarja vendimtare e historisë së njerëzimit. Kjo festë është e lëvizshme që do të thotë se nuk ndodh në të njëjtën datë çdo vit. Pashkët llogaritën në bazë të fazave të hënës dhe ardhjes së pranverës. Në praktikë kjo do të thotë se festa e Pashkëve është gjithmonë të dielën e parë pas hënës së parë. Pashkët mund të shfaqen që në fillim të 22 marsit dhe deri me 25 prill varësisht se kur ndodh hëna plotë e Pashkës. Krahas meshës qendrore u mbajtën edhe meshë të tjera të kremtimit në disa fshatra të komunës së Gjakovës.
Për herë të parë, një burrë Ramadan Nishori, i mbijetuar i dhunës seksuale, ka rrëfyer publikisht dhunën seksuale të përjetuar gjatë luftës së viteve 1998-1999. Ky rrëfim i tij vjen në ditën memoriale të mbijetuarve të dhunës seksuale të luftës, një datë që synon ndërgjegjësimin për kujtimin dhe përkrahjen e viktimave të dhunës seksuale të luftës në Kosovë. Pas rreth 26 vitesh, Ramadan Nishori shpalosi historinë e tij si i mbijetuar i dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, duke u bërë zëri i parë i një të mbijetuari të kësaj dhune. Sot dikun është në punë një mbijetuar tjetër. E di me çfarë sfidësh është kaluar. Dhe unë i thamë ati që ko shpresë, dhe mos më të rëzu kur. Dhe i thamë ati nëse turpi nuk është june. Turpi është i atyne. Nishori në rrëfimin e tij ka treguar rastin e dhunimit të tij nga policët serb. Mas pak kohë fillun me na i bon testin e dorëza parafinës. Dhe diku ofër mes notës, mërë dhe rani mu. Jam vi, një kam bon testin e dorë dhe parafinës, dhe ta shë duke me prit, në koridor, jënë ku ato dhumat, cilët në marshin në pyqe. Ata jënë ku polet civil. U kone dhe në shqiptor, që punoj ke me ta, në jeshin tonë. Po a dit e ka posë rullin e përkëtysit. Duke prit në koridor ato, ka u anëshën policia në asetëshën. Dhe kanë orë dy policë në uniforma, kanë po për kreve, kanë ngre zhag, dhe në kanë shtinë me një banjo ato, dhe ato nduhe dhe ma e keqja. Ma e keqja që mund të nduhe një njërit. Se ato kur në kësha menu që më nduhe mu. Dhe një unë më dhënaj. Dhe duke u përgatiti dytë për dhunë, nga britmat e mija, a i shqiptori që u ku ato, i ka ro derës, u imrana dhe më kanë zerë vjatujt. Medika Kosova është njëra nga 4 organizatat e cila merret me trajtimin e personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Veprore Shehu, drejtoresh ekzekutive në këtë organizat, tha se procesi rehabilitues është i ngadalshëm dhe se tek ne fatkeqësisht dhuna seksuale perceptohet si dhunë e turpit. Duhet ta kemi qartë se trauma apo stresi post-traumatik që shfaqet zakonisht në këto raste dhe që shfaqet madje pas një periudhe gjatë kohore, do thot pasi të kalohet një fazë akute e traumës, ajo do thot ka pasoja afatgjata. Dhe këto pasoja afatgjata në aspektin emocional, kryesisht në gjithë diametrat e shëndetit mendor, ka ndikim mjaft të fuqishëm. Duke filluar edhe prej humbjes së besimit. Humbjes vetë besimit gjithsesi, po dhe humbjes besimit ndaj të tjerëve, duke përfshirë edhe antarët e familjes. Dhe për të kriju, për të ndërtu një urë të besimit me komunitetin, me familjarët, me vetveten mbi të gjitha, sepse këto gra fajsojnë veten edhe një farforme mendojnë se vërtet e meritojnë të stigmatizohen për faktin që dhuna seksuale perceptohet si një dhunë e turpit tek ne. 14 prilli shënon ditën memoriale e të mbijetuarve të dhunës seksuale, ku përmes kësaj dite përkujtohen vuajtjet dhe traumat e ndryshme që kanë kaluar burrat dhe gratë gjatë luftës në Kosovë.
Një objekt i vjetër në fshatin Novosel rrezikon të shembet. Banorët vlerësojnë se ky objekt mund të rrezikojë jetën e tyre, por edhe të kalimtarëve tjerë që frekuentojnë këtë zonë. Prandaj kërkojnë nga institucionet që janë përgjegjëse për objektet e vjetruara që ta largojnë objektin për të evituar ndonjë rrezik të mundshëm. Ky është objekti në fshatin Novosel të komunës së Gjakovës, i cili dikur është përdorur si pikë grumbullimi i pangjarë sheqerit. Sot kjo është pronë private dhe objekti që ndodhet afër shkollës në Novosel rrezikon të shembet. Njëri nga pronarët Frok Gojani tha se objekti është shumë i dëmtuar dhe i rrezikshëm edhe për fëmijët që sipas tij hyjnë shpesh këtu. E kem shkollën afër që krejt të prish ky vend e pata dhe vetë që shumë e bo. Unë për veti s'kam mundësi me prish, që vete, po hinë të patë vetë, fërkem të patë, mija kanë hinë, kush ka hinë nuk e di. Shka kanë bërë, unë nuk e di. Baba kia gjithë shka. Gojani thot se ai do të bënte vetë shembjen e objektit, por nuk ka mundësi sepse ky është objekt i madh dhe ka kosto financiare, prandaj kërkon nga institucionet që ta rënojnë. Unë dëshirë kam, si pikë e parë, po mundësitë e mia, s'ka mundësi me rënu me prish. Unë jam i gatshëm çdo moment, çka do të jetë unë më bë kërkesë krejt i baj. Tokën e kam my veti, këto ka qenë përpara kooperativë, po tash falimentim gjithë kooperativat dhe natën e mirë s'ka tjetër. Për këtë problematik kemi kërkuar nga institucionet komunale një përgjigje, por deri në kohën e transmetimit të kronikës nuk kemi siguruar përgjigjen. Rritjen e tarifave të energjisë elektrike kanë kundërshtuar edhe bizneset. Nga Aleanca Kosovare e Biznesit thonë se kjo rritje do të penalizojë mjaftueshëm qëndrueshmërinë e bizneseve, sepse rritja po pason edhe me rritje të produkteve të tjera. Rritjen e çmimit të energjisë elektrike ka kundërshtuar edhe një biznes privat në Gjakov. Albi Canan nga kompania Albi thotë se kjo situatë rrezikon qëndrueshmërinë e veprimtarisë, pasi shpenzimet mujore po rriten vazhdimisht. Me që kemi qenë të uftuar nga ana e Xherrezë, domethënë vendimi për ngritjen e energjisë, do të jetë diku 16.1% ngritja. Në vlerën totale të shpenzimeve tona mujore, domethënë diku në fakturën tonë do të faturohet deri në 300 euro ose 350 euro më tepër në muaj. E kjo sigurisht nuk është as pak e mirëpritur, pasi sipas Canës, kjo do të ndikojë edhe në çmimet të produkteve tjera dhe jo vetëm. Nuk është edhe as e mirëpritur sepse domethënë ndikon edhe në ngritjen e çmimeve të produkteve, pastaj e kemi më të zorshëm plasimin në treg me ngritjen e çmimeve. Cana pati edhe një kërkesë drejtuar institucioneve, ai kërkon që kompanitë prodhuese vendore të mbështeten më shumë. Nga institucionet ne kërkojmë si biznes, si prodhim që të mbështeten sa më shumë për shembull firmat prodhuese, kompanitë prodhuese vendore. Përballja me rritjen e çmimeve po bëhet një sfidë serioze për shumë biznese, të cilat ndihen të papërgatitura për të përballuar barrën financiare që po rritet çdo ditë. Luftëtari, koloneli dhe komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Abdullah Babalia, është kujtuar gjatë kësaj jave në 10 vjetorin e ndarjes nga jeta. Sakrifica dhe kontributi i tij vazhdon të mbetet i paharruar edhe pas kaq shumë vitesh. Sot u bën 10 vjet që kur komandanti, koloneli dhe luftëtari Abdullah Babalia u nda nga jeta. Babalia ishte për herë pjesë e protestave dhe demonstratave për lirinë e vendit. Ai e deshi shumë lirinë dhe luftoi për ta fituar atë, duke u bashkuar radhave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Aftësia e tij për udhëheqje bëri që Babalia të jetë udhëheqës i bashkëluftëtarëve të tij. Ai ishte emëruar zëvendës komandant i policisë ushtarake të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për zonën e Dugaxhinit, detyrë kjo dhënë nga komandanti i zonës Ramush Haradinaj. Babalia së pari ishte emëruar zëvendës komandant, e më pas komandant i brigadës 137 Gjakova të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me përfundimin e luftës, Babalia ishte një ndër komandantët që kontribuoi në transformimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në trupat mbrojtëse të Kosovës, ku edhe shërbeu si komandant i trupave mbrojtëse në Gjakov, i brigadës 332 të trupave mbrojtëse të Kosovës. Aftësia e tij në udhëheqje vazhdoi edhe pas luftës së Kosovës, ku shërbeu për disa vite si drejtor i ndërmarrjes publike komunale Qabrati. Si një bashkëpunëtor, udhëheqës, atletar, luftëtar, njeri i qetë,
i shoqërueshëm e njerëzor, Babalia vazhdon të kujtohet nga të gjithë ata që e njohën. Ligji për unifikimin e barnave ka filluar të gjejë zbatim edhe në barnatoren e qytetit. John Gega thot se ka filluar të bëhet nivelizimi i çmimeve në disa produkte medicinale, por gjithmonë duke synuar që nivelizimi të përfshijë të gjitha produktet konform ligjit. Ligji për unifikimin e çmimit të barnave ka filluar të gjejë zbatueshmëri në barnatorët e qytetit. Farmacisti John Gega thot se ka nisur furnizime me barnat që më parë kishin munguar dhe çdo ditë po shohim nivelizime të reja. Përgjithësi, unifikimi është shumë mirë. Megjithëse çdo fillim ka vështirësitë e veta, kanë filluar edhe mungesat me ardhë barnat që kanë mungu. Çdo ditë kemi nivelizime të reja, çdo ditë kemi sasina të reja, edhe besoj që ky proces është i paktyshëm, ky proces është i mirë së ardhen, dhe ky proces ka më shku në dobi qytetarëve dhe në dobi edhe të profesionit. Farmacisti Gega gjithashtu thot se ligji është një mundësi e mirë për nivelizim të çmimeve në të gjitha produktet medicinale. Është lehtësim i madh se më fort do të përkushtohemi në shërbime profesionale, nuk do të merremi me çmime që është puna e farmacistit, shpesh na rastin telefon, sa kushton ky bar, sa kushton ky bar, është pa mundësi me ditë edhe çmimet përmendsh, po është një shpresë e mirë që edhe pak kohë do të merret kur do të ketë nivelizim të plotë. Se çdo proces nuk bëhet për një ditë, proceset janë procedurë që merr kohë, po besoj që është në ndërtimin e duar të shkuar çdo gjë. Gega tha se ky proces do të marrë edhe pak kohë për të arritur një nivelizim të plotë, por është një hap në drejtimin e duhur edhe bart me vete një shpresë të madhe për funksionimin më efikas dhe më të drejtë për të gjithë sistemin farmaceutik në Kosovë. Pas pushimit pranveror gjatë kësaj jave, nxënësit ju kthyen mësimit të rregullt për të vazhduar dhe pjesën e mbetur të vitit shkollor 2024-2025. Bazuar në kalendarin shkollor, maturantët përfundojnë mësimin me 15 maj, klaset e 9, 10 dhe 11 me 5 qershor, ndërkaq nxënësit e nivelit parafillor dhe nga 1 deri në të 8 përfundojnë me 23 qershor. Pas pushimit pranveror, sot ka rifilluar procesi mësimor në gjithë arsimin parauniversitar në vend. Në disa prej shkollave që i vizituam sot, nxënësit u pan të jenë të përgatitur dhe me energji pozitive për të vazhduar me pjesën e mbetur të vitit shkollor. Pushimet pranverore kemi kaluar shumë mirë, pushimi ka qenë boll i mjaftueshëm. Tash jemi dalë në shkollë, kemi filluar jemi përgatit për mësimet, edhe kemi një kohë shumë shkurt, se për pak vjen testi gjysmaturës. Besoj që po, do të thonë, kjo ka qenë një ndryshim i madh, sidomos edhe për nxënësit, sepse nga pushimi te mësimi është një ndryshim i madh, sepse jam mësuar tash me pushu, edhe besoj që shumica e klasës janë gati edhe janë përgatit për periudhën e fundit, se periudha e fundit është edhe njëra për më të rëndësishmeve, sepse duhet mi përmirësu notat, më marrë me mësime më shumë, edhe besoj që po, shumica jemi përgatit. Ndërkohë dhe drejtuesit e shkollave thanë se janë të gatshëm të përballen me sfidat e mbetura deri në fund të vitit, duke theksuar rëndësinë e një bashkëpunimi të ngushtë midis nxënësve, prindërve dhe stafit arsimor. Kujtojmë se me 15 maj përfundon mësimi për klasën e 12, me 5 qershor mësimin e përfundojnë klasët e 9, 10 dhe 11, ndërkaq me 23 qershor mësimin e përfundojnë parafilloret dhe klasët nga e para deri në të 8. Ngrohtoria e qytetit në Gjakov ka përmbyllur zyrtarisht me 15 prill sezonën ngrohëse 2024-2025. Drejtori Blerim Halila i ka pohuar mediumit ton se ka qenë një sezon e suksesshme dhe operimi ka shkuar sipas të gjitha planifikimeve. Ngrohtoria e qytetit në Gjakov ka përmbyllur zyrtarisht sezonën ngrohëse 2024-2025. Drejtori i ndërmarrjes Blerim Halila i thotë se për herë të parë pas shumë vitesh, ngrohtoria ka operuar gjatë gjithë sezonës nga 15 tetori deri me 15 prill. Ne si ndërmarrje konsiderojmë se ka qenë një sezon jashtëzakonisht të suksesshëm për ne, pra është mas shumë vitesh është hera e parë që operojmë për komplet sezonën sipas obligimeve që i kemi. Siç e dini edhe ju edhe konsumatorët tonë, po edhe pjesa tjetër e qytetit që nuk kanë ngrohje është hera e parë mas shumë viteve që na kemi filluar operimin në 15 tetor të vitit kaluar dhe konkretisht sot në orët e mëngjesit veç e kemi nalë operimin, konkretisht me datën 15 prill veç ka përfunduar operimi me ngrohje dhe disa orë besoj ka halase
rrjeti primar I qytetit ka hala ujë të ngrohtë, kështu që gjatë ditës presim edhe me uftof pjesa e energjisë që është në përgypa edhe faktikisht në parinave që kemi përfunduar përrimin. Ndonë nëse gjatë kësaj sezone, pati edhe ankesa të konsumatorëve të ngrohtorës në lidhje me mënyrën e faturimit, drejtori Halile I thotë se ishte një bujë rreth faturimit. Jo, absolutisht. Kemi pas një sezon jashtëzakonisht të suksesshme, të llogarit gjithmonë krahasimit me sezonat paraprake. Është një bujë që është bërë pjesa e ndryshimit formës faturimit, e pjesa e faturave më të larta, po pjesa më e madhe, pjesa dërmuese e konsumatorëve që kanë mërri me qenë më eficient dhe kanë mërri në mas me stabilizu edhe pjesën e pagesave që I bojnë, konkretisht konsumit që kanë shërby për objektet e tyre, kështu që na konsiderojmë që ka shku mirë dhe kjo pjesë presim me pas prap zhvillime pozitive tu besu këtë kohën që ka me pas diçka më të favorshme edhe për konsumatorët nga sezoni I ardhshëm, na veç nga java ardhshme fillojmë përgatitjet për sezonin tjetër, që konsideroj që ka shku mirë deri këtu. Drejtori Halile gjithashtu tha se muajt në vazhdim na presin angazhime për sezonën e ardhshme të ngrohjes. Handbollistët e Shqiponjës kanë arritur të sigurojnë një vend në garat evropiane. Fitoria kundër vajzave të Samadregjës ishte një mundësi reale që vajzat të synojnë edhe suksese tjera. Klubi handbollit Shqiponia Mbrëm ka arritur të sigurojë fitore të rëndësishme kundër klubit Samadregja me rezultat 35-33. Fitore kjo që ka dërguar në play-off, por edhe në garat evropiane. Sekretari I klubit Dem Sadiku tha se vajzat kuqezi kanë bërë ndeshje të fortë duke fituar me njërin ndër klubet më të mira në Kosovë. Është e rëndësishme sepse me këtë fitore definitivisht e kemi siguruar play-offin, edhe kemi siguruar daljen në Evropë me përfaqësuar shtetin e Kosovës në Evropë dhe ishte një fitore vërtet e vështirë, por e mrekullueshme nga se vajzat e dhanë kontributin prej të parë deri te fundit të gjitha lutën tamam që duhet me mbrohen ngjyrat e një klubi. Sadiku tha se në play-off vajzat e Shqiponjës do të ndeshen me vendin e parë I Stogun. Me qenë se vendi 4 përballet me vendin e parë, loja do të jetë shumë e vështirë nga se kemi përkundërshtar I Stogun, I cili ka pothuajse të gjitha lojtarët e jashtme, por ne do të bëjmë maksimumin që të nxjerrim rezultat sa më të mirë dhe të tregojmë se vërtet ekipi Shqiponës po ec përpara. Shqiponia të dielën do zhvillojnë ndeshjen kampionale kundër Kastriotit në Gjakov. Do që të përmbledhin me disa prej ngjarjeve që e karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.